Përshëndetje të dashur miq të RTI-s, mirë se erdhët në qasje tridimensionale. Si çdo të shtunë tjetër, edhe sonte po takohemi bashkë prej orës 21 me mua dhe me musafirët që i kam të ftuar në studio. Do të flasim për ngjarjet e fundit që na kanë bërë me unë ndje jo mirë të gjithëve. E që përveç që do të flasim, do të mundohemi me bë një analizë dhe me pa pse i kemi të gjitha këto probleme, çka kishim mujt me bë si shoqëni për të ndryshuar këtë realitet me të cilin po përballim. Nuk është diçka e lehtë, është diçka shumë e rëndë veç me dëgju, e lehtë me qenë familjar edhe me i përjetu. Pse gjithë kjo dhunë, gjithë ky krim, gjithë ky frustrim social me të cilin na si shoqëri po përballemi. Do të thonë të dashur shikues, tema për cilën do të flasim sonte është baza biologjike edhe ndërkulturore e dhunës edhe e krimit ndërfamiljar në Kosovë. Për të diskutuar këtë temë e kam të ftuar në studio doktor Lirim Isufin. Doktor, mirë se erdha. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit që ke ndaku. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe autori podcastit Shnet Paq. Faleminderit. Diçka që na bën më ndje mirë sa herë që shikojmë e që për emisionet mira, po kemi nevojë shumë. Faleminderit që përmende, s'u mle mu tani më liftu ma vonë, ma përmende me fillim. Faleminderit shumë. Kemi me pasku mandi edhe gjatë emisionit, gjithashtu me mua në studio është dhe kolegja ime e dashur, pedagogja dhe psikologja jonë Valentina Leku Gashi. Mirë se u gjeta. Të dashur shikues, po filloj me Lirimin. Të shohim rallimi mësume i dëgju doktorat që flasin për temat të tilla, edhe unë të përgëzoj për temat që i trajton në Shnet Paq, edhe të uroj shumë suksese në të ardhmen, sepse dita ditës po shihet që më shumë se për çdo fushë tjetër kemi nevojë për psikiatër të mirë, me u fuqizu që kjo fushë e mjekësisë, mos me lënë terrenin në atë kuptimin që bëthojnë këta trit free, që çdo kush me pas mundësi me folë dhe me promovu shëndetin mendor, po me pas eksperta të shëndetit mendor. Si doktora po mendon që krejt që to krime e që kjo dhunë me vra njërin e vetë, vllahun, me vra bashkëshortin ose të dashurin, gruan e agjes, e cila realisht në shoqëninë tonë është një lloj nane, sepse në familjet patriarkale grata gjallarëve na kanë rritë. Duhet me qenë, mos me qenë hiq normal, kushtimisht, po thëmë, nështë ai individi caktuar, ose me qenë ekstremisht i hargjum që mos me vujt për pasojat. Apo mendon që kanë bazë biologjike? Po qëre, njëni pi shkencëtarëve që mu më pëlqenë mas shumë të botë është Robert Sapolsky. Ajo është një farë neuroendokrinologu edhe munohet me shpjegu dhunën si koncept biologjik fillimisht. Po para se me shpjegu si koncept biologjik, ajo thot një sen shumë interesant. Thot, nëse na mundohemi mi shpjegu dukurit specifike veç pi një këndvështrimi, na e hupim komplet pamjen, panoramën e një problemi. Nëse tash unë i thu dhunës veç konotacion biologjik, atëherë hupi komplet faktorin sociokulturor, faktorin ekonomik, faktorin financiar, 700 faktor të tjerë. A ka dhuna bazë biologjike? Po. Po tash unë e kisha shtruar një pyetje. Ta bona që të pyetje se unë e konsideroj që aspektin biologjik nuk e përmendim gati kur. E vërtet. Domethënë është tërësisht i lënë anash. Flasim për shembull për traumat e luftës, për mënyrën e gabuar të rritjes e tjera, po faktori biologjik është rrallë e nashta fare pak i trajtuar. E për çdo dashta me nisme që to. Unë para se me dhoni përgjigje, kisha dashur më abujuve një pyetje, edhe më përgjigj kështu pe bojna muhabet. Po vetë doktor mos harrosh që ti ke orë të na dhe as ke orë të ti. Hajde mos ti përzina. Ja, një pyetje kështu. Po, ta unë funa. Një pyetje kështu, veç çka po ju shkon mendje. A mendoni që ka raste kur neve na pëlqen dhuna? Natyrisht. Dhuna, do të thonë si koncept, si proces, a mendoni që na pëlqen? Ka raste. Natyrisht që ka raste. Varet prej rrethonave të jashtme. Për shembull, kushtimisht tash pe përmendi, pa dasht me është një pyetje që ja kum bë vetes para pak ditëve. Kur i kum bë disa rënoja në Izrael, pak pas nevojë me hy, domethënë në aspektin politik, që mos më sulmu tani edhe të tjerë, në momentin kur i pas rreth, ko ka mirë, po kupton, ko ka mirë me shiu edhe ti. E indirekt i pas dëshkëndia jot, nashta të gëzimit, se nuk kam qef kërkush më u dëmtu,
Po, e vrejt ashtu që po realisht është një lloj pëlqimi i dhunës. Ose për shembull me po në Beograd, jo veçone, po krejt populli jonë me po në ndërtesë tu djeg në Beograd, kërkush nuk thotë për gjuna. A di shumica thonë, po mirë, pas ka bo se na kanë kallë neve. Do me thonë ka shumë raste ku neve na pëlqen dhuna. Për shembull, këshireni ndeshjet boksit. Nëse i këshyr bile leqe na pëlqen, na bojnë ati fëzlëk, qoho me bojnë, mshaj, ose këshyre një film. Nëse narracioni i filmit krijohet në qasi forme, sa që ti me mujt me identifiku kush është personazhi i mirë dhe kush është i keqi, kur ti ndodh diçka e keqe, ati të keqe ti knaqesh. Do të thonë, dhuna merr konotacion për vetë se biologjik, ka konotacion edhe social, ka edhe moral. Do të thonë, Robert Sapolsky e thotë që të janë shumë mirë. Thot dhuna na pëlqen veç deri kur na mundemi me arsyetu si proces. Nëse na e dim që një burr e ka rre gruan e vet, edhe mas nej çajo gruni detu quave e ka vra burrin se s'ka mujt me duru ma, pa marr parasysh rrethonave. A e kishim gjyku shumë keq çat gru? Kishim thonë vallai jo, se ka hjek edhe e ka lyp. Ose për shembull nëse na e shohim çka do të qoftë, ju përmendet ti, që për shembull konfliktet ndërreligjoze, konfliktet ndërratësore që i kemi na. Nëse na e kishim pa, kitë shqiptarët nëse i kishe pyet, nëse kish përthy një bombë dikon në Serbi, dikon a ishi një keq, ata që e kanë përjetu luftën kishim e thonë jo. Se çka na kanë bua ata neve pak është bile që kjo. Do thonë, dhuna po merr konotacion tash po bëhet një farë dileme morale. Tash është problematike sepse çka po diskutohet sot është kur më shumë se sot s'ka pas dhunë. Unë prap nuk pajtona me qëta. Unë menoj që dhunë ka pas gjithë, thjesht që na nuk kemi konë qka që të ekspozum ndaj saj. Për shumë, unë menoj që njerëzit gjithmonë jenë vra. Gjithmonë ka pas që si konflikte, sidomos të na për çështje sociale, morale, megja, jo ma more një hap ma shumë, jo ma qite një guri ma lëvize. Po, doktor, po në qëta afërsi familjare që ka të shumë, nuk është janë dëgju me herët shumë. Për shembull, me vra djalin, ose vlla, ose nanën që ka pas raste, a kanë këto këtë një problema, a kanë një patologji, për ndryshe kena dëgju vrasje me herët që përmend për to ka për gjithçka. Po jo në afërsi familjare që ka të shumë, këto raste nuk janë dëgju me herët. Unë mendoj që familja patriarkale ka pas stilin e mbulimit. E vërtet. Që diçka që ka ndodhur brenda shtëpisë, çka do që ka ndodhur, ata në kanë gjendje me thonë që e ka vra vetën ose kanë të lujt me armë, e nuk e kanë nxjerrë jashtë shtëpisë. Unë di rast që e kanë mbyt në rrethinën tonë, një burrë e ka mbyt gruan, me sakice ka prej. Po. Edhe kur ata tjerë nuk e kanë ditë kush çu shka vdek. E ka lëshu shpirti edhe kur që kërkujna. Bile edhe unë menoj që nuk ka guxu as më komentu se liria e shprehjes të dy gratë e fëmijët as nuk kanë guxu as me menu me fol dikon. Se e njëjta sakicë të kish prit edhe ty. Kështu që edhe ka pas dhungane, edhe ka pas nëse e këqyrim se për shumë ti ki edhe kong lirike, e ka vra daja nipin për pare, do më thonë këto edhe janë... A di ka unë problemin me dhunën? Unë problemin me dhunën si koncept pa tjetër që po, problemi jam me dhunën është që glorifikohet, mas ne njerëzit për shumë ndahen në kampe edhe disa thojnë, mirja ka bo. Unë nuk menoj që ka dhunë që do të me thonë, mirja ka bo. Normal, evolucionarisht, na jemi të prirur me undima mirë kur dikush na ka bo dëme, na i hakmerimi në një formë se në një tjetër. Po në momentin që na thojna, mirja ka bo, qa të fillon problemi? A din ku fillon problemi tjetër, se po du me dalë të dhuna, të baza biologjike e dhunës. Një profesor i gjimnazit një tetë më trega, i tha, ja ka njësë më bo problem më marrë me nëzënësat e gjimnazit, e kam tha një nëzënës në klasën e 10, edhe tha, unë po du m'ja mbyll nesh se nuk kam su, nuk u kona këte veç ka bo zhurmë, tha dhe veç merë të banka, edhe tha, dhe me një farë ka pa i da i lëku, tha më tha, qëre qka? Edhe tha, bashkë shto, qëre qka? Ma më shelti mu nesh, veç aguza me dalë ti pi qëtu i pi babës, tem të pret baba jam ty jashtë. Tash këto është një problem ma i madhë se sa vesh qatë të qaj nëzënë, se qaj nëzënë se reprezenton disa vlera kulturore që i ka mësu psikologjike që i ka mësu në shpe, sepse aj nuk u qu pejtë s'këfeltit e mi thonë profesorit aguzën ti me dalë për i qëtuet. A ti ja ka mësu ti kush që që bja jep. Po. Mbështetja që bja jep prindë. Po, ta re baba shpinën edhe ta bëm bravo, jem shko se zgudzën e me ta mbyllë, hajtë se ta mbyllën e pres. Para menon nëse kthehemi disa vite ma përpara, ti je pak ma e vjetër se unë edhe edhin shumë mirë çka ka ndodhur para lufte. Në qoftë se mësuesi ka thonë diçka nxënësit, edhe nxënësi ka shkuj ka kallzu babës. Do të thonë, baba mi kallzu. Pikërisht, po edhe unë menoj që deri në një farë niveli u kon mirë sepse nëse njerëzit rritën pa kufe, atëherë ku është fundi? Atë ku përfundojnë ana? Nëse unë si lirim, ko marrën që të emisionë dhe ti nuk mi qetë do kufe që ka mu i me fol, unë e mu i me fillu me fol tash për sulm zemër, mas ne i përfundoj të fol, Zoti e dim për çka. Do të thonë krejt qenje, duhet mu rrit pak me kufe.
E momentalisht na nuk kemi tu pas, sepse ekspozohemi vazhdimisht ndaj dhunës. Dhuna është bo sistem i cili na i ndërtoi na krejt vlerat tona. Na shohim dhunën televizor çdo ditë. Mundemi më bo krishe skapën e dim që dhuna verbale është. Dhuna promovohet më shumë përmes artit muzikës. Që ta reperat në stop shtyhen me zvete, kush ka me mirë më shumë, kush ka me rre më shumë. Ose emisionet e tjera, për shembull, adin tash po flasim po këshire një Big Brotherin. Big Brotheri është emision në të cilin jo që promovohet, sepse na nuk mundemi, tash do të me kom politically correct, por që ekspozohet dhuna e të mërshme verbale në pikë të ditës. Diçka që ekspozohet realisht është promovim. Po. Nëse një diçka ekspozohet media është një lloj promovime. Po. Për shembull për një shpull të gjestit të qumë gjysa Kosovës kanë shku në Shqipëri. Po, e pse nuk jena që për A është dhunë? A është dhunë ajo? Po, është. Do më thonë që to janë ato që për dhunë verbale që është për ditëshmëri. Po, amo është një problematik tjetër që do të me ngritë si çështje. Në qoftë se për një shpull të gjestit, unë ngritën tonë ata njerëz, pse tonë ata njerëz nuk ngritën kur vritet një gru, për shembull, atin po më vjen kaq me përmend rastin e Marigona Osmanit. Pse nuk ngriten të këta njerëz me i trajtu të njëjtat çështje, pse nuk e kemi të njëjtin entuziazëm. Kur të është në pyetje gruaja gjithmonë ndryshojnë. Në raport me gruan ndryshojmë gjithmonë. Në çfarë do çështje kur është në pyetje gruaja ndryshojnë. Edhe në këtë rast e Marigona, po, unë nuk më dëgju njerëz që kanë thonë komedi që ka bën ajo. Po mirë, na nuk jemi drejt me gjyku se s'jena kërkushi, po edhe nëse ka bën diçka që nuk besoj të ketë bërë, po edhe nëse ka bën diçka kur është në pyetje jeta, na s'kem drejt të marr jetën kërkujt. Jetën ka drejt të marr vetëm ai që ka dhënë. Këtë rast është Zoti, jo njeriu. Po sidoqoftë, kur flasim për Big Brotherin, këtu po kanë ndikim, po kanë përgjegjësi shumë madhe këngëtarët me këngët e tyre, me spotet e tyre, me thirrjet që bëjnë muzikën e tyre, sepse sa më i dëgjueshëm me kanë, nuk ka rëndësi çka flitet. E mendoj që këta kena diskutuar këtë debat shumë herë. Është shumë e rëndësishme që aty me ju bani farë, me ju shoshit pak këto këngë, çka po bajnë, një farë filtrimi, sepse nëse flasim një doktor, sinqerisht, shoqë që kemi këta doktor, po sado që flet një doktor, pak dëgjohet sa ka më dëgjuar një këngëtar. Tani, sa ka ndikim në masë një këngëtar, shumë më shumë se një doktor, si një hoxhë, si një kushdo tjetër. Kanë këngëtarët, sepse ata po dëgjohen, ata po klikohen, shikojnë një këngë nëse del, po e zom një këngë nëse del që komentarët se Nora 5, i ki ato mira vetë të prit për medal. Çajo këngë, duan aq shumë ka klikime, është e rëndësishme që këta që ka po flasin, e këta promovojnë gjithmonë promovojnë keq. Por ato nuk veç mirë s'ka. Po sepse po për shembull në emisionet paraditës kushtimisht po thonë. Për shembull në televizionin publik ose kudo qoftë, e thrasin një doktor në ditën ndërkombëtare të drogave, me fol për efektet negative të drogës. Fol 10-15 minuta, në rregull jena, mbrëmje del kënga e tajnës, bëhet të marihuana, kush ka mengu tani? Apo promovohet marihuana, apo po promovohet. A mengu doktorin që të bën dëm edhe të aprish sistemi nervor qendror, periferik edhe bazik? A mengu tajnën që e bën atje film, spotin edhe i reve thot momentin kër e pi komu ndi hapi edhe komu knaq. Po përmes me bo avokatin e djallit, njerëzit edhe nuk kanë faj në një farë niveli veç për një arsye, sepse dhe doktorat e na kur dalin me shpjegu të unis, do me thonë prej kit kolegëve të mi që i kom pa, jo në aspektin profesional, po në mënyrën që shpjegojnë ka njëherë din me konë shumë e komplikume. Unë e kom pa profesorat mi që dalin edhe folin për interleukina, që vallaj mu më mpyt që kom kry mjekësinën e nuk i kuptaj. Masnej, mënyrat që shtrajtohet tema, hajde folin për drogat, po drogat janë të dëmshme, okej, kete kemi mësu, apo e kupten, qa po më kalzën ti mu 3. Na, do me thonë, si une, për që kjo është pikrisht arsyeja pse e kom nisë shnet paqin, kër e kom nisë, sepse u ko një problematik që njerëzit nuk e diskutojshin. Kur jena të folë për lidhjet, sepse kjo lidhet mas nej me kitë proceset që vinë mas asaj, lidhjet e na në ndikimin e patriarkalizmit janë kriju duke u bazu mbi kontrol, jo mbi dashuri. Në momentin që une e nisi një lidhje edhe filloj me thonë, nëse ti së më nga në mund të je keqë, ose nëse ti së bënë që shtom one ti si e gru, po je kështu, ose je ashtu, ose tani problemi fillon kur qajo gru fillon me pas zo, kur qajo gru fillon me thonë njës po bëj ka vëlla, po du me punu, qajo gru fillon me thonë njone po pikresht, mas nej burre fillon mu nisi kur po i hup kontrola. E ndashni, në mardhënje nuk do të me pas kontrol. Një mardhënje që funksionan me unë të kontrolloj ty, mas një ti ke njësë më mdalë mu pi kontrolit, e tash une, qka do na me bo une kur ti mdalë pi kontrolit? Tu na më të këthynë në kontrola, po, tash ka format të ndryshme të rikëthimit të kontrolit. Unë e mënej që pikresht që kjo është njëna prej arsyeve që sot ndodhin dhunat të na.
Sepse njerëzit i kanë lidh marrëdhëniet martesore, dashurore, tu bazu në dinamika të pabarabarta. Unë kam pushtet mbi ty, do me thonë, rrjedhimisht ti dush më mungu mu. Po mos në unë çka po them, çka ndodh kur unë tham jo? Ç'a më bën ti mu? Tani lind problemi, lind konflikti. Sepse kjo ka, që unë e kuptoj, na si popull për një me kena hjek shumë. Kemi pas edhe trauma, kemi pas luftën, do me thonë studimet e fundit shkencore që tregojnë që trauma është intergeneracionale, bartet edhe përmes gjeneve. Proteina specifike në trunin tona mësojnë reagimin ma impulsiv në situata specifike. Na kemi hjek si popull, jemi konë të shtypun gjithmonë. Por problematika nuk është nëse ki problem. Problematika fillon kur e kuptën që ki problem dhe s'do me zgjidh. Sepse, qëre, edhe është një problem tjetër që kësha dosh me diskutu pikrish në këtë studio. Njerëzit ja atribojnë shumicën e rasteve të dhunës problemeve të shëndetit mendor. A edhe një që ka thojnë statistikat, veç 3-5% e rasteve të dhunës në populatën e gjerë ndodhin prej personave me probleme shëndetësore të shëndetit mendor të diagnostikum. A din kush janë shkaktarët kryesor? Alkooli dhe droga. Mundeni me hime këqyrë. Qa i bjen kjo, që njerëzit që janë të shfaqë dhunë, a i bjen që ata nuk i kanë kushtuar rëndësi kësaj çështje së shëndetit mendor, s'kanë shku kur me bani vizitën një profesionist të shëndetit mendor, ata realisht janë të përballur me problem me vetveten? Pikërisht. Sepse po problematika është që shumica mu në krejt praktikën klinike deri sot, shumë pak pacient që kanë ardhur më kanë thonë, kam ardhur dhe e di që kam një problem. A din kush vjen? Pacientat që kanë probleme me gjëm, pacientat që s'munën mu një rahat, ose që kanë një problem trupor, kur nuk vinë ata me thonë vëlladim, dyqysh po menaj, qështu me bo, po menaj, po nina kec, adin, kur nuk vinë, do me thonë zakonisht ata i bjen dikush tjetër. Po shëndatë na vazhdon me qenë dopsi për me shku me këtë. Amo po bregane veç, nëse mrina na në pikën, që një nan, po ja pren gishtat e kamës fëmijës vetë, e ti më thu mu, që nuk e ka pa kërkosh, korra, pas kanë shku ata njerëz në marketa, s'ka pas shkolla, s'ka pas një kojshia, s'ka ka një zonin s'ka ka një zonin kërkosha, se problemi, a din ku është problemi si shoqni, sepse jam shumë i frustruar këtë temë. Problemi tena si shoqni është që na e presim derisa të bëhet një situatë shumë e madhe, e tek mas ne thojna, ku e kajna një 3 ditë, tani mas 3 ditë e thojna shiqër që s'u bëni mu vakin shpe. Haj çka ka çështja e reagimit social që tash është fjetë. Po. Për para një gabim me bon lagje ti, dikush për lagjes të ka ngrej veshën. Pikërisht. Edhe ti nuk e guxuma me bot njëtin gabim. Po. Nëse topi të karon bashkë që dikujt, ti për ty që të karon që ajta. Kushtimisht po thom, e lemo me bon një sherr, me i dëmtu lulet ose diçka, ose me thonë një fjalë jo të hishme në rrugë, cili doj më shumë që jo ka në ofër, ta ka kërsit. Kushtimisht po thom, tash edhe ajo ka ndhun, po direkt, do me thonë, na ka eduku shoqënia si shoqëni. Tash, a është fëmijë jemi? Jo, s'është fëmijë jemi. I kojshis, që ka dush në të banë. Mëtë no. Kojshia, le të bojnë zhurëm natë, kanë konflikt me njëni tjetrin, le të bëhet dhunë, me rëndësi, unë mës të përfshina se më del punë me ta. Do më thonë që kjo mbyllja e syve, që thash fjetja, po na kushton çdo ditë më shumë, edhe në rastin e fëmisë. Nuk ka mundësi mos më dëgju zanin një fëmijë që qanë vazhdimësi, plus në fshat shpitjo në ofër, njëna tjetrës. Po ti breshe. Së është puna jemi hecë, ani kushtimisht ka tunar të bërdorëm ka njëherë në i Shqipëria, mës t'ishtë i brinat me ta, edhe në atë kuptimin që mës me hinë konflikt me ta, edhe që ku vje gjendja dhe ku përfundat. Qka me bu kur konflikti jemi përshkallëzohet përgaditur na si shoqni për krejt që të ndryshim të shpejt që kena. Unë konsideroj që si na kanë të përgaditur. Na kanë zonë edhe teknologjia, edhe revolucioni, po menoj i mas luftës, janë bërë 2 faktorë që neve në kanë gjetë total të pa përgaditën. As nuk jena të gatë që me i vu kufit, si prind mas pare. Nuk e din kur mi thonë fëmis jo, kur me i thonë po, dalim psikologët atje, promovus të shëndetit mendor, jo njëhet keq, jo vetë besimi, jo vetë vlerësimi, jo ne jo këne fëmis, më nuk po mund është me i thonë shumë jo që që kemi thonë për para. Kushtimisht, po thamë, jo të gjithë prindrit, po pjesa dërmuse edhe maneja të janë basi, si në momentin kur dikush i thot jo për një çështje të caktume, a njëjtë ka me veprodhë me bashkëshortën. Po normal, kjo është urdhër jam, unë, nisë konflikti, ja ke pa qiftet e reja. I hargjën 100.000 euro për më martu, as 2 javë ndahen. Problemi
Se nuk e durojnë njëri tjetrin. Problemi është që na jena shëndru në një shoqëni të ambalazhit, kështu që e urrejnë përmbajtjen. Jena shëndru në një shoqëni që dën diqysh një farë ekspozeje publike. Duhet gjithçka mu dok mirë në publik. Na i kushtojna ma shumë rëndësi dasmave se sa përzgjedhjes së partnerit. Na i kushtojna ma shumë rëndësi qysh dok me vesh, adin çfarë fotografi të mira qesim rrjete sociale se sa qysh jemi të uni për brenda. Problemi nuk është shumë problem nëse ti një dhunë në banesën nalt ku jeton. Po hala problema i madh është nëse nuk reagon, sepse konflikti përshkallëzohet. Do më thonë, kur nuk rren vesh aty, gjithmonë përshkallëzohet në një formë ose në një tjetër. Ligji i parë i termodinamikës thotë që energjia as nuk krijohet, as nuk zhduket, veç kalon prej një forme në formën tjetër. Tash ti mundesh me bëu një pyetje shumë thjeshtë. Qysh përshkallëzohet konflikti? Nëse një fëmijë jeton me një familje që ka dhunë të madhe, ku ushtrohet vazhdimisht dhunë, për shembull Valentina e den. Një fëmijë nuk lind me njohuri, ai do me thonë lind me instikte, po gjithçka që mëson për botën e mëson pi babës edhe pi nanës vet. Në qoftë se seni i parë që ai e sheh në familjen e vet është dhuna, çysh ka me u rrit çaj fëmijë? Me çfarë predispozita ka me u zhvillu? Nëse çaj fëmijë ekspozohet ndaj dhunës, sharjeve, bërtimave, thyrjes seneve për çdo ditë, a ka me përshkallëzu çata edhe në shkollë? A ka më të angucë edhe fëmin tënë, apo bëhet që kjo problem tani veç kur po të angucë fëmin tënë, s'ke problema herët. Qëta shu bo? Po nëse nesër qaj fëmija kap një armë dhe shkon në shkollë dhe i mshon kënë të gjemë për para. I kujna është faje tëne? Që të dashurohet në qatë fëmi? Që edhe ka ndodhë, rasti konkret me Marigona Osmanin që e përmenëm. Qysh është e mundur, është për me u tranu, është për me lujtë në kry, kështu se, tash jam shumë i frustru me këtë temë, është për me u lujtë në kry, një person me 100 kusur vepra penale, është i lirë, si zogu i lirë, edhe veç duhet me bo një qasi krem makabër, do me thonë që kolegët e mi të mjekësisë forenzike, mjekësisë ligjore, thëshin që me pas paku fomën, adin kërkoj falje prej familjes, po me paku fomën u konë gjyna, duhet me bo një qasi krimi makabër, që na me thonë, ku që ka pas ka bo vaki jo bre, adin se që kjo ka mujtë mu parandalu. Vish kur të vjen rasti i parë nale më thelsha, që ka që thjesht është? Që i vjen që na po mjaftojmë me problemet tona dhe nuk na intereson çka ndodh me tjetrin derisa synohet liria ose drejta jonë ose jeta jonë. Shteti si shteti është dashme. Fillim dënimin e parë në momentin kur e bën dhunë. Po sigurisht që ka qash shumë raste doktor sa nuk kanë vënë as me i sistemu në përburgje. Qash shumë për në raste tash, sa besëm që sigurt nëse i kishin vendosur në përburgje vend s'kish pas. Do të me shku me një marketing e më këthy prapë. Okay. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Me qenë se ishëm duke diskutuar për rastin e djalit që i ndodhi ajo hjekja e gishtineve nga prindrit e tyne, çfarë mendon? Unë mendoj që ajo familje ka pas familjar tjerë, se janë ka vetëm prindrit. Kanë pas dajë ose teze ose halla ose a janë vizituar ndonjëherë. Nuk besoj që krejt ato ngjarjet e dhunës si kanë ndodhur po të njëjtën ditë edhe është bajo, me siguri kanë ndodhur her pas here. Që vjen që na bëj 6 muaj nëse s'ka bëj kishë. Po, si pas raportimeve të medjave. Po, se përderisa ju kanë këput kamp, mësa në jetë, diçka të ka pas. Është shumë bre problem, sepse nëse ti gjithmonë pret për me pas një viktim që me ndërmo, edhe a diçka problemi. Problemi është që prap nuk ndërmirët kur gjë.
Bëhet do me thonë, mu mas shumë ti m'pengon mas nis adin sensacionalizmi që e përdorin mediat të na. Ja shikoni kush është 4 vjeçari që ju këput në gishtat. Abden diqysh është Është në kas për klikime, është me tarë Ama për është vjerë. dehumanizëm, është do me thonë nivelli i fundit, nëse adin Sartri i shkon gjallë, kishton abden kjo nivelli i fundit i absurditetit mo, që adin ja kush, adin ja emri, adin diqysh çka ka rëndësi emri identiteti viktimës. Çka ka rëndësi? Kujt i hin në punë? Am hin mu në punë nëse e marrë vesh kush është nana e ti? Mu më hin në punë nëse unë e marrë vesh si fenomen edhe ndërmarrë diçka. Është e kod nëse ti e merr një burr sikur Dordan Krivaqa në këtë rast, mos si që është rasti publik, edhe e çon burg edhe e lën aty 100 vjet, do me thonë sot jena i gjallë me e marrë dënimin. A din çka ke bo? Kur gjo. Hiç kur gjo. As nuk e ke zgjidh problemin. Çfarë problemi ke zgjidh? E ke marrë e ke qumë burg. Jo. Duhet me bo atë që e bojnë shumica e shteteve të zhvillume. Që ta persona në një duhet me u rehabilitu, pa marrë parasysh çfarë problematike ka ai, nëse është çrregullim antisocial i personalitetit që është diagnostiku ai. Edhe unë mendoj që duhet me u rehabilitu në kontekstin psikosocial në një, edhe në dy duhet mu kthy në shërbim të shtetit në një formë ose në një tjetër. Sepse nëse ti veç që po thu ti a di s'kish pas burgje mi majt sa shumë që ti qesh, po ku problemi? Sinqerisht, se ne na vjen me bisedu me gjithkan që punojnë e jona për burgje e gjithsesi, po ka raste që janë të dënuar ndoshta me vite për një vepër shumë kugjoheq. E ty tecin kriminalit e lirë për rrugë, çaj bjen kjo që këta ligjvendësve pikërisht aty me i prek në zemër, me au dëmtu vajzën e tyne, bijen e tyne, gruan e tyne, o motrën e tyne që ata me marr masa, çfarë bë? Nëse kjo, doktor, me ta bani pyetje, se na a di çapi bjen kjo, që ne veç kur na prek neve në zemër që ata reagojna. Po. Nëse kjo dëmton nesër ty të prek në fëmijën tan, ti mos kiko për shtet, s'ke as nevojë për shtet. Dosh me ndërmarrë sigur prind. Shteti jonë që është na pru punën neve, sinqerisht. Nëse nesër të prek vajzën tem dikush, atëherë do të më reagoj si nanë, nuk pres mos qytetarit të vendit. Me prit me çfarë po bën shteti, jo, kjo nuk është në rregull. Edhe ata purinë se secili prej tyre i ka çu fëmijët na për vende të sigurta, na për shkolla private, me qytetarët bëhet çka duan. Po, a ke një thonjë, nuk e di kush e ka thonë, po që është nëse e vjedh një moll je hajn, nëse e vjedh një tender je politikan. Njëjti sen është me krejt situatat. A e dini që kriminalat më të mëdhaj nuk janë as në burgje, as në spitale psikiatrike, po janë mes nesh. A e dini cili është çrregullimi mas pak të studium psikiatrik, kështu fakt interesant? Narcisizmi. A di pse? Se narcisistat kur nuk shkojnë te mjeku. Narcisistat kur nuk menojnë që ka nevojë. Ai thot, unë më shku te mjeku, unë s'kam nevojë. Zot, nëse ba, për çka? Do më thonë, nëse vjen një narcisist te psikiatri, është veç për arsye të tjera shëndetësore. O për ndaj problem me gjumin, o për ndaj problem diçka që i ka ndodhur, po kur nuk vjen për shkak të çrregullimit të tij bazë. E nëse personat e tillë ecin të lirë, antisocialt, narcisistat, persona do më thonë, kanë edhe pozita shoqërore. Po, edhe kanë sepse mrin shumë jetë. Studimet longitudinale tregojnë që narcisistat në fakt janë persona jashtëzakonisht të shëndetshëm, sepse ata nuk i nal kur gjë, nuk kanë skrupuj në kontekstin klasik që shkena unë e te. Grandioziteti, vetbesimit, ata është jashtëzakonshëm, ai thotë një më i mirë. Po, e tash problematika është që në një unë nuk menoj që duhet mi stigmatizu krejt të thonë krejt qëta që po bojnë që si vepra kanë probleme të shëndetit mendor, sepse unë ta garantoj që shumica burojnë prej faktorëve socioekonomik, prej konsumimit të substancave qoftë narkotike, qoftë alkoolit që është numër 1, do me thonë, OBSH-ja thot që nuk bën asnjë grimc alkool me u përdor, për shkak të efekteve të tmerrshme masnej që i ka në këtë sistemet e ekskluzivisht në sistemin nervor qendror. Tash problematika është që nëse na nuk i trajtojnë atë çto, edhe a edhe një fakt tjetër, më falni, sonë veç kaloj kështu pi deformimit profesional. A edhe te që studimet po ashtu tregojnë që dikon deri në 11 herë janë më të mëdha gjasat që nëse një i ri fillon me konsumu marijuan, kanabes në moshë të adoleshencës, me zhvillu çrregullime psikotike që është skizofrenia në moshë më të vëndshme, 11 herë janë më të mëdha. Tash sa të ri mendoni ju te na që konsumojnë marijuanën në shkollat e mesme të jo vetëm të kryeqytetit, por më gjerë? 4 kg drogë kur e vata bani studim, për një muj ditë janë konfiskuar në afërsitë shkollave. Tash imagjinoje. A din ti që sot në shkolla me shku, ma let i pyet, ma let të din ku me gjet një dealer se sa çfarë lande kanë orën e 6.
Tash qëto probleme, sepse nëse na dojna me diskutu si çështje në tërësi, nuk mujna më marrë veç krimi, sepse kjo është të mendum kategorek. Po e shohim krimin. Po, kjo është përfundime. Qëto fillon gjithçka. Te qëta fëmi, te qëto generata, te qëta kriminella që janë të lirë. Se jemi në fund dhe në ka shkuar emisioni te për shpejt, e në knaqë të ngu në Valentinë Sajire. Cila mundet me qenë zgjedhja? Çka mundet me bë institucionet shtetërore? Unë shpesh thëmë do të më formu një komision me pa çka mundet me bë, se një tërmet, një vërshim, një zjarë, bëha di komision në mënyrë urgjente për me pa çka ma tutje, për me dalë për situatës. Kur jemi te këto krimet e këto çështjet, para se ma qëtë përgjigje prej doktorit, edhe ndoshta me pyet, me diskutu realisht me doktorin, që api bjen këshirejna se ku shoqëri e pa trajtuar mas luftës. Mandej, na kemi për shembull 20 vjeçar, 25-6 vjeçar ose vjeçare, që dikush ka me thonë, po kësë kanë në luftë, pse kjo do të me kanë, po na kemi prind ndoshta që kanë përjetuar luftën, e mandej ata i kanë zhvillu, i kanë traumat e tyne, e që fëmijët e tyne rrit ato emocionet, stresat, traumat e këtyne prindërve, mandej këta si fëmijë e këtyne prindërve, sigurisht këta kanë pas të lashe. Tjetër. E na kemi shumë, realisht në një popullat jemi e patrajtume. Po për mu lidhë të ganja që tha mu formu një komision, po i gane sa komisionet formohen të na e kur farë punës krynë, do me thonë, unë e menoj që është formale. Na me kolegën fakultetet. Për komision aktiv, po thëmë që jo, për komisionet formale. E formojshim një farë hipoteze, na jemi shoqëri e pretendimet. Do me thonë që kjo është një hipotezë që menoj që ko me punu. Adin Amerikanë thojmë pretending theory, viç hungjë me pretendojmë. Dojna mu dok mirë, folim, kishe po bojna diçka, a e kivrejti marim do letra për mu dok të nëseshëm, dalim lajme, japim lajmet, i thirim do persona, kishe po kalzojna diçka, abden apo bojna shkenc, po shkojna te varezat një her njeti, bojna do fotografi, abden dalim në për media, japim do deklaratat fuqishme, edhe që aty përfundon gjithçka. Do të kërkosh nuk merret derisa djegën familje. Tani kur djegën familje, pendohesh për krejt ato rastet kur ke pas mundësi me intervenue se ki bo. Tash te e bone pyetjen shumë të mirë, çka do të me bën na? Vish një zgjidhje vetëm është këto. As nuk ka barna intervenimi i hershëm. Kush është personi i parë i cili merret me çta fëmijë kur të lindin? Është çaja edukatore e qerdhës. Nëse na edukatorën e qerdhës veç e marrëm e punsojna në punë pa kur far kriteri, se na e kena edhe një problem tjetër, parimin e gjunahut. Të thënë, hajt bre se gjuna, i ka bo 60 vjetë, e kanë shu nervat profesoreshën bërtet, shan, kali, lo, budal, po gjuna bre edhe 4 vjetë, 5 vjetë mësë t'ja hupin penzionin, që e profesoresh, pra dhe në generata traumatizume, nëse unë e shkoj gjdo det edhe nuk mësoj, po një tu shatu bërtit, normal që unë e kome unë një keq, e qaj që ato kome mare me, adin psikolog thojnë me displace, me zhvendos dikon tjetër, tani, do me thonë, do të me hek mas pari na parimin e gjunahot, e mja nis herët, që shën qerdhe. Ti i klasifikan fëmit, nuk ka shans, po tani është problematika tjetër, një mësuse me 30 nxënca, çka me bo? Kanë me këqyr për para, ajo është kreta. Po na jena 3 veta që to edhe unë të dyjave nuk më i me ju këqyr njejt. Para më në t'i kisha pas edhe një 20 tjerë, që din me këqyr për para. Tash e kini problem në klas, dush më marrë me qatë problemin, me qatë ma problematikun, këta tjerë që mundën me konë nxënca potencialisht shumë të mirë të mesin, do me thonë pa u marrë me ta, pa u zhvillu. Do me thonë, shteti jonë duhet fillimisht me i klasifiku personat që i punësën në përpozita. Mësusat, ekskluzivisht mësusat janë qendra, epicendra e zhvillimit një populle. Që aty fillon gjithçka. Ti po më thu mu, që mësusi nuk ka shans potenciale me edit kur një fëmijë nuk është mirë, kur diçka nuk në rregulla. Po problematika është ti nuk ucon as me diskutu, kush të mbron ty gane? Unë e kom pas një kolege, një kolege në QKUK, është rast që po e thëmë për herë të parë, tregojke që do me thonë sa shumë ju ka dasht me luftu me vetën, për me kallzu që po dyshoj që një fëmijë është i abuzum seksualisht, abdin qatë moment kër më ka ardhë, tha 700 sene më shkojshin kry, po kush më mbron mu? Unë e dalë kallzej për nesër baba i vetë, dalë mytë, skucoj me dalë pi shpis me ardhën punë. Ajo mësusja nëse e thirë prindin edhe i thët, vëllaj, po mdo këtë që fëmija jo të së është mirë mas tini të pas probleme në familje, që ka ndodhë? Qysh është e mundën që një shkollë me... Një shkollë me 700 nxënca ka veç një psikologe, që ka me bua jo është kreta? Kanë me marrë ma për para. Edhe se mërë kërkon heq. Po, edhe se gjenë heq aty. Sepse abiden, ose të gjithë ose heq. Tash problematika është intervenimi i hershëm.
Abden, do me thonë, edhe në autizëm, unë zakonisht ju thëmë edhe në shnet paq nanave që vesim për fëmijët me autizëm, cila është forma e trajtimit? Forma e vetme, do me thonë, efikase e trajtimit është intervenimi hershëm terapeutik. Njëjtë kjo vlen edhe për në shoqëni. Do me thonë, qu, burr, hiç më zbabre komision, çfarë komisioni se na lodh. Njerëzit jenë lodh mua për den, qu bën e një komision, mlet në ju që aty merrni do para, për kupton edhe bën nuk kishe po bojna diçka. Na që to jena tuj, se na i bartin pasojat. Sepse njerëzit mendojnë, unë e mendoj që është vish një sen që njerëzit duhet me dekonstruktu kështu. Njerëzit mendojnë, hajtë se apëtin e shtetit, hajtë se s'ka gajle. E vërtet, ti mundesh me thy një bankë është e shtetit, e vërtet. Adin mundesh me sha një spital, e vërtet. Por problematika është që nesër kur të bosh për qatë mjeku, ose për qatë spital, ose për qatë shkollë, tek qatë herë kimi avrejt pasojen. Që intervenon një herët, pëtën më stilojna me urrite, mas një, qka i bën? Qka i bën të dikujt si një kriminal që është në bërë kësat? Qa i bën të ati? Na tën ditën, sët, e nesër, e mas nesër, e kajna, e bërtasim, e kërkojna drejtësi për Marigona Osmanin, Marigona Osmanit nuk i hymë pun kur gjë. Kur gjë? Nuk kryma. U kry puna e saj. Por, a mujna mi parandalu rastet e tjera? Po. A jena të bo diqka? Jo. Sen. I qesim do statuse në Facebook, kajna pak, i mbledhim do debate. E keqja është që shpesh herjove që institucionet në herë dhe si njerëz të shoqërisë kemi të pamundur me reagu të rastet e dhunës në familje. E mandej, nëse ato përfundojnë tani me fatalitet, të kap ndjenja e fajit, nuk e din çka me ba, qysh me u qas, se jena të prirur për me fajsu gruan. Po. E me arsyetu burrin. Shumë e vërtet. Po, në anën tjetër, i ki dur të lidhta, sikur rastit i kolegës tanë që ka thonë qysh dalë masa ne jone. Qka me bo, hajt? Qysh me dalën e pish, qysh gudzojt i ke tashon me dalë pish pis? Kush të mbron ty? Ty, të me thonë, qëre, ata gjyshja jem, është tash i ka 80 vjetë, ka demenc, gjithmonë ma ka thonë një fjallë kështu në gjuhë popullore, the i ke bjeri punës pa u bo, se kur të bo është më zbënzo. U kryma, ape kuptan. Tash te e ki një problem. Vjen dikush të kallëzën ty, thot, nuk po moj më mja dalë kërqysh me partnerin tem, du me bo një zgjidhje. Adin, të me thonë, o burri dhejot, po zgjidhja është shumë e letë, as po mund është mja dalë, a ke provu me komuniku, po s'po funksionën ndaju mre, pse po përfundoni te akti ma i keq i mund shumë, kjo ndodhë gjdo ditë të na. Sikur rasti i fundit, se do me thonë jeni të informu, ma jo vajza që e kish vra burrin potencialisht me cili nuk unë lidhje mas një edhe grune agjës. Tash që ka ndodhë para një kohë. Do thonë, këtë javë. Komunikem. Unë gju komunika. Apo më dënë, jo, s'po du, s'po mujna me komuniku, s'po mujna me zgjidh problemet, super, ti vazhdo jetën tonë, unë e vazhdo jetën tem. Abden dy persona u vranë për një arë. Këtu tani është edhe aspekti ekonomik, për shembull, se ka gra që dojnë me nda, për kanë vështirë me nda. Domethënë kanë të pamundur, i bojnë kalkulimet e veta dhe dinë që pavarësisht gjithë shkafe e vetë mja shpi ku mujnë me nejtë është ajo. S'ka mbështetje, as te familja e vetë, as nuk e ka një punë stabile që mundet me majtë vetën edhe vetë mja zgjidhja është që aty me nejtë. Në anën tjetër pi konfliktit nuk ka mundësi me erujt vetën, se vjen të një pikë kur njeri hargjohet, si e mo imun, as ki energji më gjithë me a bërë rafsh dikujna, konsumohësh, edhe veç kur krisë mësanej ma e keqja. Po ama tash gane a me prit deri sa të bëhet ma e keqja, se tash që të probleme. Kështu që ma mira për të është liria, se sa... Substitut, do me thonë me ardhë një persone me të abo unë po tutna që ka me mvra burri. Po tutna, do me thonë, na kena pas raste, po tutna që burri ka me mvra. Po tutna, s'po gudzoj me shku në shpe, po të njëtat probleme si kur ti. Qka me bo hajt? S'ka me ku me shku? Doktora, beson që kemi pas si raste edhe. Po? Kena pas raste që kanë tanë friksona, ndodhë që natën e kaloj të thonë i shala bëhat me nxes, se po ndodhë diçka. Po? Edhe tani... E mandej su raste, qka me reaguna si njerës, qka me pruna si njerës? Kur ti nuk e din ashtë ma e mirë, ma e rrugës me i thonë ndaju, sepse letë është më nda, po ndoshta i gabim, kur na kena shumë problem se na po flasim me njënin individ, jo me tjetrin, nuk pedim tani për ku burën problemi. Ka njerë shumë të lashe që nëse ndodhë diçka ti qatë peshën e qasaj kime mbajtë të njëtën. Po, tash problematika është që unë e menoj që du të me qitë në një rafsh konkretizimi edhe mi bo llogarit.
Ma e rëndësishme në këtë jetë kur gjë se jeta njerëzore nuk ka. Absolutikisht. Por, tash ti metesh në një dilemë etike. Në shumicën e rasteve, unë e mendoj që populli jonë e bën një gabim shumë të madh që hyn në rolin e psikologut kur nuk do të me hi. Nuk menoj që është e duhur edhe arsyeshme me i dhënë këshilla psikologjike kur nuk je kompetent e kur mundesh me bë më shumë dëm se sa hajër. Sepse problemi është se a dim pse psikologët edhe mjekët psikiatrit nuk i trajtojnë familjarët? Pikërisht për arsyeën e emocionalitetit. Unë të kom bo shoqe ty qysh më tirë tash në klinikë të e kini problem. Po nësë mëj me gjyku drejt. Ty vjen të one tani thëmë, ganën e kom shoqe më ka thirë në emision, po ti ki të drejt. Ape kuptan, se na nuk jena aty për mi dhon të drejt, po unë anaj në gjykim profesional drejteje. A di qka du të me bo mas mirtin që të raste? Me u munu me normalizu situatën, psikologët thojnë me validu eksperiencën sa ma shumë që të mujna, edhe me tentu me orientu drejt personave kompetent. Po gjithsesi me evitu ma të keqën. Po na kena, fatkeqësisht kena gra. Valina duhet me mbyll. Po. Të vazhdoj edhe qëta edhe për shëndetje publik. Na kemi gra që heshtin për shkak të stigmes. Po ky personi që po ushtron dhunë, ky nuk po hesht as për shkak të stigmes, as për shkak të mëshirës ndaj teje, pra dhuna po ndodh. E sa që në ditë me merr stigma me ty, me rastin tanë, me humbjen tane, me jetën tane, ma mirë të merren sot, shpëtoj jetën tane, mos heshtni. Në përgjithësi, në sens se sot kërkush s'po merret me kam tu rujt veten, le të merret ai me problemet e veta anë me të mijat, atëherë le të merret secila me problemet e veta. Mos të hesht, le të reagojnë. Peshojnë që po ushtrohet dhunë ndaj tyre, le të reagojnë, le të njoftojnë policinë, nuk ka nevojë me duru dhunë në fundja. Sepse gjithmonë se friksohen se çka po thot dikush për mua, për lidhjen tëm, për partnerin tëm, nesër kam me fol për vdekjen tone. Mos e la duket me fol për vdekjen tone, thjesht ndërpreje. Reago. Edhe më e keqja është që kur vdeksh nuk e din që ke vdek. Le të folin sa dojnë ata. Unë i falenderoj dyve, do të faleminderit shumë, po shpresoj që kemi mërri me i ba pak njerëzit me reflektu, edhe gjithë ata që e shohin që jenë hargju prej jetës, le të kërkojnë ndihmë profesionale, nuk është marrë, me e pa ka mundesh me shku dhe çka mundesh me ba, sepse veç një herë kemi me jetu, e jetën ndodhë që kemi bërë që kërkujna. Zot ju rujt e paqet një vikend të rahatshëm.